OVL-ja e PDK-s pas ka kërku që Lima më kthy në PDK. Vesh nga një. Atë një si organizot, dolën nga luta, apo si organizot ajo qeveritare, ne nuk përzimi në politik, po Spërzim. ne përcjellëm gjendjen aktuale në Kosovë dhe politikën e përcjellëm shumë, që tash mos bëmë njashëm që të rrugë nuk e përcjellëm, po përcjellëm politikën shumë dhe thirrja e gjithë që ka qenë ne kemi bërë thirrje për unitet të gjithë ku ta qesin interesin e shtetit për para interesit partijak apo para interesat veta personale. Dhe kjo thirrje e jona që ka qenë jenë nëse s'ka bëjnë orët e vona dikur më i thëmë mas ditësh. A një që ka tha, reagimi këtyne a konë dikur në orë të vona mas dite dikur. Mëse u kry krejt procesi e kanë deklaru për dykja që nuk e marrin, pat me Limën, këta janë që kanë thonë merne. Ade mëse u kry mbledhja. Po të njëjtit janë edhe për gjykatën speciale, mëse kanë nënshkru e kanë votu këta qeshen një 30-40 vetë në protest me kundërshtu gjykatën në atë kohën, kur u ban gjykata. Ta gjithë me vënes qështu, për mos me met faj këtyne me thonë që na jena patriota, po Lima i meqëm i qiti na kaut klasik, se Lima e ka dit, sigurt e ka dit që nuk e pranojnë. Po për me aqit haptas, aja ka që letrën edhe i ka thonë që urnëni tash vendosni edhe dilni me deklarat që shka dalë Bedria, e thonë ja, po nuk pranon aty. E ka bo me qëllim, se i ka dit Lima që se pranojnë, po ka bo me qëllim me shpalu, me aqit zezat në si përfaqe. Se nuk është një dishka që se ka dit Lima që se pranojnë. Ka ditë këtë Kosova s'pe din Lima, është dishkaf. Po, shumë mirë ka ardhë kjo puna që se shumë prej PDK-s delë që në theshen ja, unë jam për Limën më kthy, unë jam për Limën më kthy, kur ka ardhë puna me votu, kanë votu 2 veta, 3 veta, për, këtë kundrejnë kanë. Edhe, o pa, e pa këtë Kosova që PDK nuk është kraj luftës mo. Ja, tash që se nuk e pranon komandant Qelikun, çka me thonë? Kryetare ka Bedrehamzën. Hajtë, thoni shka dënjo, po realiteti është që kë. Juve jo prejke, di që jo dhemë, po s'kam shka me vonë, që është realiteti. Nese, shnosh mërko, e pranojmë tjetër herë, kur bëzë gjithat Lima. Sos jam mbyll hala listat për deputet, po tani një kërkes për PDK-n, a thu, a më kishë i bon deputet, a më kishë shtin list për deputet në vend Fatmir Limës, ato mëse nuk e murë, thash, pe bajlutjen nuk dijet, në qose i një dakord dë më shkrune dhe bisedojmë, për shëmimin të një sa që shtek, po njëtë sigur që ma shumë vota se kjo Aida Dërguti edhe i tjetëri e Rahmoni, ju bi vezveta. Për pazar të një fullëm ma vënë. Faleminderit, respekt për dykë. Gjini i AK-s pas ka lyp debat me Albin Kurtin. Nëse dalim në debat, a do të jetë e kësha sfidu edhe zotin Kurti me dalë njëherë në debat, provokim e marrë këtë kandidat për kryeministër në debat. Kishme qenë fantastike. Unë besoj që po ndërtohen njerëz, po glorifikohen për stepërmi, edhe po menojnë që janë tepër. Nështë me thonë këtina që kandidat për kryeministër është veç një, veç Albini. Kundër kandidat për kryeministër tjetër në Kosovë, unë për veti, për folje, mendimi jam është, nuk ka. Mushë më bon deputet, është sukses për juve. Po për kryeministër, a i s'ka me kanë me dollë në debat se s'ka. Ju këqyrnin mushë më bon deputet me fitu votat, ju veç ti AK, PDK, LDK, krejt, ju shkajni në pozit, këqyrni veç mushë më bon deputet. Puna ma madhe, ma mirë është për juve që kjo. Mushë më bon deputet, halal ju kuft,
Mos falni për kryeministër, mos falni për sanet më dhaja, burë, se nuk keni. Seni, e dini edhe ju që seni. Pse po na shtini me ju bon video, me ju kallëzu që edhe na dim që ju e dini që nuk keni. Për dykyja prapë se pas ka pranu Fatmir Limen. Thash a janë patriota këta të AliExpressit 25 cent. Thash këqyre Bedri Hamza të bojë stafetën e titës, nuk e pranojnë, e i thojnë vetit patriota, ko gja patriotat më dhaj, këtat për dykës, e nuk e pranojnë komandant Qelikun, po e bojnë kryetar Bedri Hamzën që ka bojë stafetën e titës. Tash, qka me e thonë juve ma shumë më burë? Vallaj nuk po di shka, adin, qfar partije e një kështu, kur atë shpionin e Rusijës atje bashkë kryetar shteti, keni harruju që është i dorën. I vetëmi Lima akon që ka pas refuzu ato me mos me bon Begjet Pacull, mos me bon kryetar. Edhe sot, pishat dhe për dykës të rejshë plak që se kanë pranu Limen, po e kanë pranu Bedrien si stafetari i marshaltites. Bek, Berisha e kish godit shumë keq për dykën. Au, çka më ka shti me kish. Nese mira ka bon se kur po i tha mëne që ka boj stafetën e titës, po gjuën ta për dykës ti e shpion ti e kështu. Ngone Bekën, shka e ka thonë. Vesh ngone. Që ky Bedri Hamza, ftyrën se sa pon, ne blen ja kom nis me lyp se bile këna një. Se po thëmë ftyrën sa më me dritë. është më dojtë për qifi e pova me stafet. I u thash për dhe këja, pe ju që këja në stafet, s'mull tjerë ke, e ti shale si dikun, edhe na u që këja i kem të defekte këtu, po që kur më dula. Po të shesë. Zjedhja tyne, menoj që... Mirë, veç adin më shesin merë më thonë, që na jemi dhe me fërt kraj lutë, se një kur gjohë heq, jo, mirë Bedri Hamza. Si pas të jepi kush u dasht, jo konë, tash kryet për të kësë pas me... Po qëtë nësa me lushtokun, a për thuni që një u që ke? Qëtë nësa me lushtokun, bëne kërkar. Ja me pak jashpër dhe blik, po Pse jashpër, po ti jashpër si ja dhe na jemi që kë popull jemi. po të original. A një ftyrën Bedri Hamza, ftyrën si sapon. Kur të folë që kë një fjalla ma e len për një 6-7 vjetë, tha, po mbjen pak si ran, tha kur përsha me stafet në dora, dhe në Bedri Hamza. Edhe, për dhe kë, qka do në me thonë tash në komende, ngone, në që se një u që kë kryetarin me stafet titës, që kjo nuk shkon mirë, po nëse ju patriota e një të AliExpressit 35 cent, po e boni ju se të fortini, alo, sot ka gjenë që votojnë, edhe një, nëse 10% keni mera, po prejson.